Këtë do diel mbahen zgjedhjet lokale në Kosovë. Nga ora 7 e mëngjesit, qytetarët do të kenë mundësinë të votojnë për kryetar komunash dhe për përfaqësuesit e tyre në kuvendet komunale. Me përfundimin e procesit të votimit, nga ora 19 fillojnë përgatitjet për numërimin e votave. Në vendvotime do të numërohen votat për kryetar komunash dhe ato të subjekteve politike në fletën e votave për kuvendin komunal. Votat që numërohen në vendin ku qytetarët kanë votuar pritet që të paraqiten në platformën online të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ky i fundit deklaron se gjatë ditës, kur do të zhvillohet procesi i votimit, në orare të caktuara do të publikohen edhe të dhëna për pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje për secilën komunë. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të zgjedhjeve për kryetar të komunave dhe të subjekteve politike duhet të bëhet në vendvotim, pasi të përfundojë procesi i votimit. Prandaj, KQZ është përgatitur që më 12 tetor të publikohen rezultatet paraprake pa vonesa që në çastin kur mbledhin të dhënat nga vendvotimet. Pas përfundimit të numërimit të votave, kutitë e votimit kalojnë në qendrat komunale të numërimit. Në këto qendra do të verifikohen votat të cilat janë numëruar në vendvotime, si dhe do të numërohen votat e kandidatëve për kuvende komunale. Sipas rregullores së KQZ-s, do të bëhet edhe verifikimi i votave të subjekteve politike nga formularët që janë plotësuar në vendvotime. Gjatë procesit përgatitor, KQZ ka emëruar më shumë se 520 ekipe të numërimit në qendrat komunale të numërimit me mbi 2000 antar. KQZ garanton se numërimi i votave të kandidatëve për kuvende komunale dhe verifikimi i votave të numëruara do të zhvillohet me transparencë dhe me pjesëmarrje të vëzhguesve. Në qendrën e numërimit të rezultateve, Valmir Elezi deklaron se kryhen procedurat e tjera të numërimit. Për problemet që ka pasur KQZ me softwarein përmes të cilit publikoheshin rezultatet e zgjedhjeve të fundit qendrore janë marrë masa për t'i evituar ato. Në garë për nivelin lokal janë 93 subjekte politike, 32 parti, 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur, të gjitha të certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Numri i përgjithshëm i kandidatëve që përfaqësojnë këto subjekte politike është 5626, prej të cilëve 206 kandidatë për kryetar të komunave dhe 5420 për antar të kuvendeve komunale. Në fletën e votimit, lëvizja vetëvendosje ka numrin 105, Partia Demokratike e Kosovës 191, Lidhja Demokratike e Kosovës 113, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 174, Nisma Socialdemokrate 186, Lista Serbe 170, Alternativa 103, Partia Guxon 118 dhe Partia Socialdemokrate 149.